Prizmës. Ajo shfaqja e dieshme e Kuvendit Shqipërisë është sigurisht esenca e nivelit, jo vetëm politike, po kryesisht e nivelit filozofik dhe kulturor të një populli, një shoqërie. Mos i vjen keq askujt që i barazohen në atë nivel, sepse ato që zgjedhin për atë kuvend prezantojnë ligjërisht dhe definitivisht në nivelin shoqëror të një populli. Unë prirem të them që sigurisht është nivel më i lartë se i popullit. Dikush thotë që jo, kemi popullin më të zhvilluar se aq. Po pa pasur këtë kontradikt, kaq shumë fokus, ajo që them është që ai është praktikisht niveli politik që kemi. Dhe çfarë tregoj ai nivel politik? Normalisht ka lozh ishin ulur 3 prokurorë dhe me mungesën e zotit Kraja bëjnë 4, të cilët në një farë mënyrë mirë apo keq në pjesën e referimit historik janë pul di manipulite dikush me të Milanës, ato janë të Spakut. Kanë marrë përsipër në një farë mënyrë të shmontojnë dhe të akuzojnë dhe të dënojnë korrupsionin e rënd të madh të gjithanshëm, gati endemik në Shqipëri, që bën politikë. Ato janë të prokurorë, ne nuk kemi të tjerë. Ato kanë marrë për krajen edhe të kuvendit që ka bërë lishmërinë e Spakut dhe byros kombëtare të hetimit, dhe njëkohësisht ndërkombëtarëve që i kanë dhënë paratë dhe që i mbrojnë edhe sot e kësaj dite. Kishim zotin Kraja, kemi zotin Dumani, nesër ka përqen njëri për atyre të dyve që kanë tepruar atje ke ajo lozha, por pyetjet mbeten po ato që u bën, pyetje politike, retorike. Të një sallë kuvendi më pa nivel në botë që mund të kemë njohur ndonjëherë. Sigurisht ka pas edhe salla të tjera, ignorantësh dhe derpederësh, po kjo është plotësisht e fiksuar mas kësaj, sepse sigurisht në sallë është edhe njeriu që e do kështu sallën, dhe që quhet Sali Berisha. Pyetjet jo vetëm që ishin retorike dhe me terminologji politike që të shëmtonin, nga fjala patronazhiste. Dhe Dumani bëri mirë duke i dhënë përgjigje, shiko se nuk kemi ligj për patronazhistat. Ky njeri që vepron kështu është korrupsioni pasiv dhe aktiv dhe ka emër tjetër dhe dënohet mbas ligjit. Po s'kemi ligj për patronazhistat. Pyetje e ndërtuar në idiote, ose pyetje që i bëj për kur po e fusnin burg për shembull, ose kur po rrasnin rënd Belinda, atë si e ka ballukun, i thotë më falni, po nuk e fusim dot brenda sepse është deputete e këtij kuvendi. Ose pyetje tjera të cilat por nuk e kam fjalën këtu ke idiotizmi, edhe Tabakja me pyetjet prej ose profesori Elbasanit, që sigurisht edhe unë e kam mikë, kam pas një intervistë, me pyetjet të cilat janë retorik politike, normalisht. Por ata prokurorë në atë balkonin aty, din gjithçka po thuaj për atë sallë, dhe e di pse din gjithçka, jo vetëm që ju din, dhe aty bëhet vetëm politik, duan të tregojnë për politik. Ai ish LSI-s, zëvendësi i Ilir Metës, ose kur flet edhe Mediu, imagjino të shi edhe shumë tjerë atje Noka me të tjerë. Por ata prokurorë din gjithçka, edhe jo vetëm që din gjithçka për to, po dhe si kur ka përshkuar, i mbajnë në kontroll, kanë frena. Dhe Spaku është i ndërtuar në këtë mënyrë dhe vepron në këtë mënyrë, të mbajnë disa balanca, disa ekuilibra, edhe pse unë nuk jam dakord për këtë punë. Dhe s'do jem kur dakord, sepse nuk është se unë jam Jakobin, por them që drejtësia nuk duhet të funksionojë kështu. Por nuk e që i bënë, sepse nuk mund t'i qosh të gjithë në fork, si nga një krau dhe nga krau tjetër. Kuptohet disbalanca që është vendosur, këta akuzojnë shumë atë për pushtetin, se sa opozita që cila është për faqe të zezë, por për t'u ditë ju din gjitha. Dhe ajo që mjafton të thuash është kjo. Jo vetëm nëpërmjet dosjeve të tyre, por nëpërmjet përgjimeve.
Dhe jo se janë vendosur politikanët në përgjim, po janë vendosur horrat në përgjim. Në përgjim plot, dhe horrat nxjerrin emra politikanësh. Më vjen keq, po deri emrat e dashnore, bankave dhe aferave banale ju kanë dalë aty ku ka përgjuar dhe që i ka dëgjuar si Dumani, si Kraja, si ata të tjerë që janë aty. I din të gjitha, i din sa ju vlen lëkura atyre. Dhe prandaj po them që ky është prezantimi më i madh intelektual. Ato janë pyetjet e tyre. Mos kujtoni se do kishte pyetje, donin që të linçonin dhe me prokurorin, po asgjë si bëjnë prokurorit, sepse i përgjigj 65 pyetjeve që idiote që i drejtuan, asnjëra prej tyre efektivisht pyetje për treguar punën e prokurorit dhe prokurorisë. Pyetje thjesht që kanë bën me anashkalim, me larghedhje ose me parabol, gjendjen e tyre emocionale dhe gjendjen e tyre idiote të antar të një kuvendi dhe qeveritar të një kuvendi që sigurisht pastaj është inkriminuar nga fillimi deri në fund. Të thoni ju, ky është, kështu duhet të jetë vendi, nuk ka për qenë kështu vendi dhe nuk duhet të jetë kështu vendi, po kështu është. Dhe në bazën e kësaj gjendje është edhe prokuroria, edhe është edhe ai prokuror. Edhe është edhe ky Dumani edhe ai nesër që do të vijë. Ju a di të gjitha. Nuk mund t'i rrasin të gjithë në burg, as t'i fusin të gjithë në burg, as mund t'a shpartallojnë, sepse e di që do të shpartallojnë dhe vetën. Por në një farë mënyre janë të qartë se më ke po komunikojnë, se më ke po flasin dhe kujt po e japin llogari. Imagjino t'ju japësh llogari atyre që janë 3 çeku për burgat. Me preshtim disa trive të cilët i ka futur kryesisht Rama. Po ai krahët djathtë janë të gjithë për të marrë për të shuar në Halet Gomer, dhe thonë nga jugu. Në këtë pikë, qa u fitua? Qa ishte kjo maskanada, ose kjo, si të themi tash, kjo palaqalleku i dhënies llogari dhe pyetjeve idiote që u bën. Asgjë më tepër se sa një demonstrim i një demokracie e cila vuan në bazamentin e saj. Ky bazament sigurisht është ignoranca, pandershmëria dhe korrupsioni. Pikërisht në këtë seancë, ata që duan të kuptojnë e marrin vesh se sa e rëndë është gjendja në këtë vend. Sa përpjekje të mëdha duhen, po sa vështirësi të jashtëzakonshme ka rregullimi i një situate të tillë. Postkomunizmi shqiptar sigurisht ka lënë shumë pak njerëz të ideologjizuar. Dhe sigurisht kjo nuk është për të, si më thënë, për të qarë ka shumë, për këtë duhet të gëzuar, sepse ideologjisë s'ke çfarë i bën. Por ka ndërtuar, ka ngritur, ka lënë, ka formuar platformën më të madhe të korrupsionit, të imoralitetit politik, filozofik, dhe sidomos atij moral. Nëse je amoral dhe imoral, siç janë këta, ai shtet që ndërtohet prej tyre, sigurisht është edhe amoral edhe imoral. Nuk lodhem se përsëritur. Është imoral sepse nuk ka moral, është amoral se është edhe kundra morale. Kjo është gjëja më e keqe që mund të ndodhë. Nuk e kanë të gjithë kështu. Janë disa shtete që nuk heqin dorë nga moraliteti, nga ligji i moral. Ne i kemi dhe amoral, kundra moral. Të ndërtuar në një flusk, ata jetojnë të gjithë në fluskat. Dhe vetë spaku, i cili është bërë për ta çfryrë atë flusk, për ta çarë atë flusk, ka fluskën e vetë. Dhe vjen fluska mas fluskës. Sigurisht, nuk mund ta krahasoj spaku, tash sa akuzoj, kanë vështirësitë e mëdha të tyre, sigurisht. Por ka vështirësinë e madhe të çajë flusk mas flusk. Sepse ka ndodhur ky fenomen. Ka të ngritur një flusk dhe brenda saj është një flusk tjetër. Si loja me kukullat ruse. Sa të shpon,
me shumë vështirësi njërën flusë për në pau dhe në pas të asaj fluske digjen disa. Riformohet i flusk tjetër, cilën pastaj duhet edhe një lodhje tjetër po aq e madhe, që ta qash për të djegur disa të tjerë. Me bomba atomike nuk mund t'i luftosh të gjithë, sepse pastaj do të shkatrosh të gjithë vendin, do të shkatrosh të gjithë shtetin. Do të marrësh një qafë para jo vetëm ndërkombëtarëve, po para vetë shoqërisë e cila duhet shkatrohet e gjitha me këtë çfarë ka ndërtuar deri tani, për të hequr atë që konsiderohet në mënyrë të shpejtë korrupsion endemik i thellë dhe i shtrirë. Nuk është problemi se korrupsioni gjenerë është vetëm horizontal, është edhe vertikal. Është i gjithkundshëm, unë shtoj fjalën dhe endemik, i përveçshëm fare. Në mënyrë të jashtëzakonshme i përveçshëm. E gjen vetëm ke ne në disa tipe lloje të tjetë në zhvillim. Shumë i çuditshëm. Me mënyrën më të jashtëzakonshme të përsëritjes të të njëjtit gabim me qëllim. Si kudo në shoqëri. Për shembull, pastrohet liçeni i Shkodrës edhe hiqen ato hujt e gardët, janë rivendosur edhe herë, nuk marrin vesh. I thua, mos pini duhan, pin prap duhan. Kaloni këtu, jo, kalojnë në përsëritjen edhe herë, ose zini trotuarin, nxejnë edhe herë trotuarin. Është shumë e vështirë veprosh, sepse është e gjithë shoqëria kështu dhe kjo. Pikërisht kjo lloj shoqërie nxjerr edhe këta që janë në atë sallë. I nxjerr janë, shikoni edhe në krena janë njësoj, kupton? Po shikimi i tyre është i tillë. I kësaj lloji shoqërie që nuk zëmend, që nuk bindet, nuk futet në qytetërim, nuk futet në moral dhe nuk futet në demokraci. Se fundi kështu është. Nuk ka se si një shoqëri e tillë imorale dhe amorale të futet në rrjedhën ose në ujërat e demokracisë. Është inkompatibel. Është si me ngjyrë, bashkoje sa duhesh, del ngjyrën e vet ose ndahet veçmas. Është e pamundur. Është kaq e turbull sa ujërat e tjera të kthjellta nuk e pranojnë. Iki. Ose i turbullon kjo të gjitha. Kështu është. Dhe kulmi është ai vend ku po fliste prokurori i Spakut, nëse do të jetë një tjetër, dhe kur këta bënin pyetje me demek linçuese, po që ishin vetëm thjesht retorik politike idiote e tyre, e zakonshme, e ignorancës tyre të jashtëzakonshme, të cilën e quaj bërzuar si cinizmi tyre gati idiotesk, don kishotesk, të cilën pastaj thonë që jemi përgatitje politike. Për egon e tyre prej rufjanësh, imoral, të cilën e shesin pastaj për urtësi, për zjuarësi të jashtëzakonshme. I shtuasin të jetë vend. Çfarë të them? Sigurisht jam me vendosjen e raportit të drejtësisë me Spakut dhe marrin standeu shumë prej tyre që janë aty dhe në për pushtetin e qeveri. Por, në anë tjetër duhet me mbrojt krimin e Republikës prokurorëve. Mos të ndodhi ajo e Italisë. Sepse sigurisht zgjatën 5 vjetë dhe 6 vjetë dhe atje dhe pastaj u degraduan, futën politike, i përdori politika, por duke ne si duket është akoma herë të ndodhi ajo. Mbase matën më tepër ose kanë edhe eksperiencën për të mos ndodhur ajo. Kështu miqtemi, kjo seancë kështu ishte një delir mediatik i politikës edhe marrësisë kuvendare tonë, kuvendare, si doni. Ai ishte niveli, atij nivelit kjo shfaqje i përket. Dhe ai nivel edhe kjo shfaqje na prezantojnë edhe ne, dashje pa dashje. Si të duam të ndahemi për tyre, si të duam t'i aprovojmë ose bashkohemi. E njëjta gjë është. Ata na prezantojnë, ata janë të zgjedhurit tonë. Dhe ata ashtu janë. Dakord? E fundit të diskutoja ishte puna e Albin Kurtit ke Vatra. Kam mbajtur një fjalim ke Vatra dhe në një pjesë të fjalimit thotë që ne shkojmë shumë mirë me Shqipërinë, kemi aprovuar, kemi hapur shumë pika kalimi kufitar, kemi aprovuar abetaren e përbashkët me Shqipërinë, shkojmë shumë mirë. Por nuk shkojmë mirë dhe jemi të ndarë në mendimet që kemi për Beogradin, me Ramën edhe me ndërkombëtarën. Dhe Kurti këto të unë mundohem t'i edukoj, t'i sqaroj, sepse si duket ata nuk kanë mend, ka vetëm Kurti, dhe t'i edukoj, bile thot edhe fjalën edukim. Si ndërkombëtar,
Sepse Serbia kështu është bërë si Lukashenko. Në fakt, thot si Lukashenko, po e ka gabim. Vučići është pak më i keq se Lukashenko, dhe ky po i ngjan pak Vučićit se sa Lukashenkos. Por po ky po merrte përsipër që ti edukonte si ndërkombëtarët edhe Rama. Çfarë duhet të them? Asnjë më tepër një njeri që merr përsipër të edukojë ndërkombëtarët, shtetin tjetër shqiptar dhe kryeministin tjetër t'i edukojë, kam fjalën. Është një njeri në delir të plot. Ju do të thoni ai e ka sinqerisht, edhe unë e kam sinqerisht. Njerëz që marrin përsipër të edukojnë ndërkombëtarët, një kryeministër të një vendin tjetër, t'i edukojnë, jo t'i sqarojnë. Fjala sqarim është normale. T'i edukojnë, janë njerëz jo vetëm të diktaturës, të post-diktaturës edhe jugoslavizmit, por një fasho-komunizmit tragjik. Dhe për më tepër që ndodhë në 2025. Sikur këtë ta thoshte Edi Rama, që unë po mundohem ta edukoj. Morë qofte edhe vllane vet. Mund të thuash po bind ndërkombëtarët, do mundohem t'i bindi, ose të bindi Albin Kurti. Por nëse përmend fjalën edukim, do të thotë që është në delir të plot, politik, filozofik, moral. Është në fantazmagori të plot. Shkurt nuk mund të them do të ka luajtur mënç, sepse e di që s'ka luajtur mënç. Nuk mund të them do të që është i poshtër deri në infinite, sepse sigurisht nuk do mbledhiste. Them për kryeministrin e Kosovës kështu. Por që diçka e madhe i ka ndodhur, dhe diçka e madhe pritet të ndodhë akoma më tepër se sa kaq, se ky ka marrë përsipër të edukojë botën. Një njeri që ka marrë përsipër të edukojë botën, kështu kishin marrë përsipër edhe Stalini, të edukonte të gjithë sovjetikët dhe i vrau. Mori përsipër Hitleri të edukonte dhe i vrau. Ka marrë përsipër Mao Zedongi të edukonte dhe vetëm për revolucionin kultural proletar ka vrarë 15 milion. Mori përsipër dhe Enver Hoxha të edukonte. Na edukonte ne, na dhe vrau ato që vrau. Njerëzit që marrin përsipër të edukojnë kështu, edhe sidomos ndërkombëtarët, nuk bëjnë asgjë tjetër veçse kalojnë në delir të plot. Dhe kjo është fatkeqësi e madhe, shoqërore, politike, filozofike e jote. Dakor, miqeni?